Kosovës, masakra e Obrisë edhe Reçakut. Çka mundesh me na thonë për këto dy masakra që i ka xhiru dora jote? Shumë herë ma bojnë njerëz ta din ti na ke pru lirinë atje. Ta ktheuni si Skënderbeu, lirinë e gjeta te jo si jo gjë pruna. Është puna se ne kena bo shumë të në fillim masakra, por masakrat nuk kena mujtë me mbri gjithë me gjirue, për shkak se kanë qenë rrugët e blokume, mandej Sërbët në përgjithësi masakrat që i kanë boj kanë marrë trupa dhe i kanë vërosë në për Serbi. Edhe masakra e Obris ka qenë një masakr me 2 fëmijë nana, ajo bile ajo fotografi që ishte me mu një fotograf, ajo boni një bombë botror u shpërblye, dhe aty mas asaj më urrehen policia, se u bo të regim shumë i madh, policia sërbe, por erdhë misioni Vokerit. Ko erdhë misioni Vokerit, gjipat e portokall na e qyshme, pak populli filloj pak me marë frymë. Hera e parë, mas luftës dytë botërore, si po hinë njerëz të me thonë nga Evropa, po hinë në Kosovë. Adhe kjo është hera e parë, edhe që nuk ishin ata armatim, ku me ditë sa, po sa do kudo njerëz pak u lirun. Mas asaj edhe tregimi që xhirova Reçakun shumë herët mëngjes, dhe aty pata një fat vërtet është hera e parë, më duket në diplomaci që vjen Vokeri në vendin e krimit, një diplomat shumë i fortë dhe vullos, ato fotografit e cilat i xhirova unë ato masakrat. Ato kanë shku shumë shpejt në për krejt botën. Bilal Brajtja thot, moment që i kum pa ato fotografit e kum tira në stratën e Clintonit e këta që urgjent do të me intervenue. Edhe erë intervenimi dhe në erë kjo